Që do flasim tani pjesën e dytë për rastet në Shqipëri. Adela, kemi ne dezinformim nga influencerat këtu për mos ta thënë kaq të rëndë si akuzë, sa e vështirë është për shembull për të pasur influencer të besuar, edhe sa nga ana tjetër vetë influencerat abuzojnë me bizneset që reklamojnë apo informacionet që publikojnë. Shiko se kur e thua kështu duket sikur edhe ato vetë bëjnë me qëllim. Po edhe vetë doja ta rregulloja, po. Mendoj që nuk dua ta besoj në fakt që e bëjnë me qëllim, se në fund fare ato jetojnë me atë gjë dhe nuk besoj që duan që t'i bëjnë keq audiencës vet, pra shko sa benefitet i marrin nga ajo audiencë. Nga ajo audiencë duhet vazhdojë që të ketë një audiencë aktive patjetër për të pasur jetëgjatësi. Duhet të edukohen në shumë sektor, në mënyrë që të dallojnë kush është një fushat, në thonjza fake që po i vjen, dhe kush është një gjë që është vërtet reale, kush është një çaj që funksionon dhe kush është një gjë që nuk funksionon, domethënë. Dhe të dinë ato se çfarë të premtojnë. Unë më shumë i mëshoj faktit që duhet të edukohen, se sa faktit që bëjnë dezinformim. Okej. Nuk mendoj se bëjnë dezinformim qëllimisht, domethënë. Po që patjetër ka ndodhur, domethënë, sidomos me këto produktet, se kryesisht gocat fatkeqësisht bien pre e këtyre blerjeve të shpejta për të dobësuar, për të zgjatur flokët, për të heq aknet, domethënë për mankë në thonjza që i kanë ndjekur gjatë, po edhe ne nuk është se kemi bërë ndonjë gjë, për shembull, nëse duam të dobësohemi, por nuk mund të dobësohesh për 3 ditë. Aknet, të cilat ti ke pasur për 10 vjet, nuk mund të hiqen për 3 ditë. Domethënë, duhet jemi edhe pa koshiencë, kur si kemi hequr për 10 vjet, do i heqim për 3 ditë. Domethënë, duhet një informim nga të dyja palët, dhe i ndjekësve dhe i influencerëve për të premtuar atë që është e vërtetë në fund fare. Sepse ajo që është e vërtetë shet dhe më gjatë. Edhe biznesi në fund fare. Nëse ai nuk është një biznes që nxjerr një gjë sot për nesër, ai është bëjmë ca lekë dhe zhdukemi çuna, domethënë. Po që ligjet do e rregullojnë dhe besoj që do ketë gjithmonë më pak biznese, ato rrezikas nuk figurojnë as në për të regjistruar, po më shumë kështu fushata apo produkte që janë KCK.